bashkëpunim më pas. Në çdo formë, në çdo mënyrë, Lulzim Basha do të pranonte një nënshtrim nga Edi Rama që ai të ishte pjesë e kabinetit të Ramës, pavarësisht çfarë është thënë, sepse kur Lulzim Basha mbështyu Ministri i Ramës. Po normale, atë që i dha Sali Berisha, atë që i dha Partia Demokratike, atë çfarë i dhan pushtetin, dhuratën më të madhe të ish kryetar opozite, demokratët, edhe ai shkoi pse një ambasadore i përdorur nga ai, kjo ambasadore përdori Lulzim Bashën duke treguar të demokratët barin, normalisht që ai për çdo moment mund të jetë edhe ai një ministër i Edi Ramës. Është gjë e cila mund edhe të ndodhi, pse mos të ndodhi, sepse duket qartësi që ai ka punuar për të shkatruar Partinë Demokratike. Kush djeg mandate? Asnjë, duhet të jesh naiv dhe ignorant të djegësh mandatet. Edhe të qenurit edhe ignorant të paktën disa do të njoftonin që djegja e mandatit është dhuratë pushteti, ndaj abuzuesit të pushtetit. Dhe mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale është dhuratë, ajo çfarë i ka bërë Edi Rama, çfarë i ka bërë ky Lulzim Basha Edi Ramës, është dhuratë që Edi Rama duhet jo vetëm ministër, po ta bëjë dhe të vendosi një si ta them, në figurën e tij në gjithë vendin, në gjithë Shqipërinë, në Partinë Socialiste, kudo, se dhurata që i ka bërë Lulzim Basha Edi Ramës është e paimagjinueshme, nuk ta bën armiku, nuk ta bën armiku te dhuratë që i ka bërë Lulzim Basha Edi Ramës. Prandaj them që unë jam i bindur që Partia Socialdemokrate në një moment të dytë do të mendojmë me seriozitet kush plotson numrat, kështu e mendoj unë, kush plotson numrat për të bërë bashkëqeverisje, normalisht edhe mund të bëjë pjesë, edhe mund të bëhet një parti e cila mund të bëjë bashkëqeverisje ose qeverisë vendin me koalicion. Pra mund të bashkoj vota dhe me Berishën. Avokat, me këtë situatë që ne jemi tani. Fjala bashkim votash edhe me opozitën ose me Partinë Demokratike. Shiko, nga 1991 edhe deri sot 2025-ën, ne kemi parë shumë protagonist politik që nga ato që thoshin do të vras, do të therë, do të soptoj, ti nuk puqesh me mua, u bë si quhet konflikt personal, u agravuar situata, ne kemi parë marrëveshje të tmerrshme. A ishte Edi Rama që donte të fuste në burg Ilir Metën me skemën e videos Ilir Metës? Pra, ato bërë marrëveshje me 1 prill 2013-ën. Ilir Meta e të bëri kryeministër Edi Ramën. Pastaj Leça bëri Edi Rama, mori vetë qefja ajër edhe lej situatë tjera, mos them për me gjëra tjera. Por kishte një debat, kishte një konflikt, Sali Berisha e thoshte Sali Floriri kështu me radhë, kanë bërë koalicion. Pra, unë nuk jam nga ata që jam militant të besoj që ata janë të armiq të përbetuar. Po, kanë armiqësi për karrikën, as bëhet fjalë se cili prej tyre don të jetë pjesë e karrikës, por nevojitet bashkimi. Pa bashkim ata nuk shkojnë ama si vend. Pa bashkimin e votave ata nuk mund të bëjnë akoma se jetë gjatësinë e mandatit të tyre si deputet. Nuk mund të bëjnë gjatësinë e tyre në karrierën politike. Avokat, një ditë para hapjes fushatës. Sa mendoni dhe ku janë forcat politike për sa i përket mandateve? Sa mendoni që do marrë PS-ja, opozita edhe partitë e reja? A keni një projekcion? Partitë e reja? Pra, PS, opozit edhe partitë e reja. Sa merr njëra tjetra dhe partitë e reja?